Kam i thy në korrez. Mos keq kuptohuni, nuk jam të kursnu ndaj kënd. Vetëm po I citoj fjalët e Ramiz Ladrovcit, kryetarit të Drenasit. Pa I thyn korrez. Ramiz është duke shpërthy në secilin debat që po del. E ka një aftësi me kriju shodër në zemër, me sjell shumë shkrueshmëri, gjë e cila e bën njohës për krejt mediat. Për një problemi lokal, Ramizi është bërë tash fenomen nacional. Aq keq kam menaxhu PDK-ja për plasën me Ramizin, sa tash Ramizi ka kriju simpati kombëtare. Prej një thirrës në kam të PDK-s, tash Ramizi është bërë si një tron kam PDK-s. Për një me Ramizi I ka dalë PDK-s ka puç me mangë. Tash ai po ja kërkon ndërheqjen Memli Krasniqit, reflektim nga PDK-ja dhe përgjegjësi morale prej PDK-s. Krejt kjo simpati është ka nxit Ramizin me kriju një parti për me garu në zgjedhjet nacionale, kurdo që mahen ato. PDK-ja është në një situatë tepër delikate. E para punës ardhmja e Ramizit në PDK po duket gati e pamundën. Si fitues në Drenas, Ramizi ka rrit apetitin e tij politik, duke I shtruar disa kërkesa PDK-s që më shumë janë kushte të kapitullimit të Memli Krasniqit dhe PDK-s. Nëse I pranon këto kushte, atëherë kryesia e PDK-s turprohet. Kërkesat janë të shtruara në atë formë që më refuzuar nga kryesia e PDK-s. Në anën tjetër, nëse nuk I pranon këto kërkesa, PDK-ja rrezikon me u dobësu në Drenicë, bastionin e saj që prej themelimit. PDK-ja mundet me zgjedh me testu gëximin e Ramizit, pra mos më plotësu kërkesat dhe me pa a e ka bllaf apo për një me idenë me bën një parti politike. Si do të qoftë një gjë është e sigurt, dikush që to ka më u thy në korrez, ose Ramizi ose PDK-ja. E këto kena me pa në javët në vazhdim.